sa herë kemi parë këtë skenë për restorantet edhe në për lokalet e Shqipërisë, edhe jo vetëm të Shqipërisë, po në çdo vend që ka shqiptar në botë, i kupton kur vjen momenti i faturës, që do zihen kush do paguaj faturën, e kemi këtë neve, duhet të themë, si komb, edhe pse jo, zihemi me njëri tjetrin, jo do paguaj unë, jo do paguar ti sigurë, nuk do dalim prapë të nesërmen, këtë bëjmë neve gjithmonë, edhe unë që dal me motrën, gjithmonë këtë bëjmë, do zihemi kush do paguaj në për restorante. Edhe akome edhe djali tim që është i vogël tani na ka mësuar, edhe thotë do filloni të zireni prap kush do paguaj. E di në shumë mirë, po besoj se të gjithë e keni bërë këtë. Edhe unë kam parë edhe këtu në Angli, shumë kur dalin shqiptarë që janë në për lokale, edhe që nuk i njoh, kuptohet që janë shqiptarë, në fund i kuptoj pastaj se fillon e zihen kush do paguaj faturën. Mbase e bëjnë një çik edhe grekrit këtë, e kam parë edhe te grekrit. Anglezët jo, nuk e kam parë të zihen për faturën. Çdo kom ka ato të vetat. Nejse, më thoni tani dhe juve, në qoftë se e keni bërë një herë këtë gest në për lokale, edhe turpërohemi, po kjo është e vërteta. Se rri pret kamarieri shkretë 2 orë derisa të vendosë neve kush do paguaj faturën.